Vërejtu, mirë se takohemi edhe sot, si zakonisht, në çdo ditë pune nga hënën të premte nga ora 16 deri në orën 17, drejt për së drejti me emisionin në hijen e mëshirës, ku kemi të ftuar hoxhallar të ndryshëm, por po ashtu edhe mysafir të tjerë, do thotë që na rrëfejnë histori të ndryshme rreth agjërimit apo Ramazanit. Për sot kam të ftuar Hoxh Bajram Karabegun nga Prishtina. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se u gjej. Faleminderit, atëherë urime për ju dhe për gjithë muslimanët ky muaj i bekuar, muaj Ramazan. Faleminderit gjithashtu edhe ju edhe gjithë ndjekësve. Faleminderit, jemi të akorduar paraprakisht flasmi për familjen dhe sfidat e kohës moderne. Në fakt, familja muslimane shqiptare ka qenë në një farë forme e rrethuar me fetari, por edhe me një farë lloj dashurie për me mbrojt familjen. Pastaj pas lufta e Kosovës sigurisht që ka bërë ndryshime të shumta dhe kjo koha moderne në disa raste po shifet sikur po e shkatërron familjen e në një kënd tjetër po duket sikur po e rindërton dhe po riafirmon familjen. Mirë po do të flasim ndoshta të ke pjesë pak më vonë, por çka është familja në Islam ose cili është roli i familjes në Islam dhe pse ka shumë feja islame i jep rëndësi familjes? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht për ta kuptuar konceptin e familjes drejt, duhet që të referohemi burimeve, të cilat neve na i konfirmojmë se çka është koncepti i drejtë, jo vetëm i familjes, por i gjërave në përgjithësi. Dhe ne konceptin e familjes e gjejmë në Kur'an qartazi, ku Allahu Azza wa Jall përmend në shumë ajete, duke ju drejtu Muhamedit alayhis salam, apo edhe në mënyrë të rrethuara duke sjell shembuj të pejgamberëve të mëhershëm dhe relacionet apo raportet tëne me familjet e tyre dhe se çfarë roli dhe ndikimi kishte që ata të arrujnë, fillimisht të arrujnë besimin e që pastaj të ruhet familja dhe familja është pa pikë dyshimi bërthama e shoqërisë. Siç nuk kemi mundësi që të kemi pritshmëri të një fryti e ajo të mos ketë bërtham të shëndosh, gjithashtu nuk kemi mundësi të presim një shoqëri frytdhënëse, një shoqëri të pjekur, një shoqëri e cila është e avancuar në gjitha aspektet e të mirës dhe i largon dhe i mënjanon të këqijat, vetëm se nëse e ka bërthamën e shëndosh. Për këtë shkak Allahu Azza wa Jall një ajet kuranor që është ajeti thuajse më i njohur që flet për këtë temë, thot Allahu Azza wa Jall ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, na drejtohet neve apo? Qu anfusakum, ruajini veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri. Ky ajet është ajet i drejtë për së drejti, që tregon se ruajtja e familjes është obligim parësor në Islam. Dhe se kjo ruajtje duhet që të bëhet në mënyrë që të shpëtojë familja nga shkatërimi dhe nga falimentimi. Për ndryshe, nëse nuk e ruajmë në këtë, në këtë botë që të shkatërohet, por ajo më e dhëmshme është që pastaj të vuajnë edhe. Apo ja arrim me mbrojt familjen në këtë kohë? Tash, pasi që kuptuam se shumë shkurt kuptohet se duhet me do e mos të arrujmë familjen dhe nuk është çështje e preferuar çështja e ruajtjes së familjes. Nuk është çështje nafile që i themi ne, por është çështje obligative dhe është çështje parësore. Dhe se nëse ne nuk e ruajmë atë, padyshim që do të miremi në llogari nesër për Allahut Azza wa Jall dhe gjithashtu ka mundësi që të pësoj dënimi për ne dhe për ta, pastaj edhe ne jemi shkaktar që të mos vazhdoj ajo rrjedha normale e familjeve, pasi që deri më tani deri dikush, faktikisht deri tek ne dikush ka sjell këtë familje. Nëse ne nuk e marrim përgjegjësinë ashtu siç duhet dhe nuk miremi me ruajtjen e saj ashtu siç duhet, padyshim që ne do të japim llogari. Sa jemi duke ruajtur familjen, është tash një pyetje që ka të bëjë me ne realitet ndoshta të hidhur. Realiteti është se me zhvillime të ndryshme që jemi duke i patu apo në gjitha aspektet, mos t'i përmendi, si në aspektet e zhvillimit teknologjik, si në aspektet e zhvillimeve të ndryshme, faktori njeri dhe familje, a është duke pësu, apo është duke u avancu? Parimisht, nuk besoj që ka dy mendje tek njerëzit që e shohin realitetin se këto të mira nuk janë duke sjell të mira dhe produktivitet në familje, por janë duke sjell probleme dhe janë duke u bë shkak nga shkaqet e mos lumturisë brenda në familje. Për këtë shkak, si kur më herët, sot është obligim mbi supet e gjithë të rriturve që t'i ruajnë familjet e tyre. Në mënyrë të veçantë baballarëve, pastaj edhe nënave, pastaj edhe ata të cilët janë pjesëtar në atë familje. Kështu që sa jem të ruajt, unë nuk po dëshiroj me mbjell pesimizëm, më thonë nuk jemi duke ruajt fare, por jam duke
dëshirosh ta tërheqje vëmendjen tek ajo se duhet ta ruajmë. E si duhet ta ruajmë është çështje që duhet pastaj të bisedohet dhe duhet të studiohet dhe duhet të kemi çështje shumë produktive edhe gjithashtu t'i mosim çështjet shumë bukur se sa jemi duke punu në rujtjen e saj dhe sa jemi duke punu pa apo me vetdije në shkatrimin e saj. Atë shikues të nderuar, pra jemi drejt për së drejtë dhe sigurisht edhe linja telefonike është e hapur për të gjithë ju që dëshironi të bëheni pjesë e këtij misioni për të bërë pyetje qoftë rreth temës për cilën po bashkëbisedojmë me Hoxhën apo edhe çështje tjera të agjerimit të kështu me radhë. Pra mund të telefononi njëkohësisht edhe të dërgoni SMS. Atëherë regjia pra mund ta çeti numrin në ekran dhe të jepni mundësinë shikuesve tanë që të telefonojnë. Hoxh, kush e përbën familjen në Islam? Kush është familja? Familja në Islam përbëhet nga ajo themeli i saj që ka të bëjë me baba dhe nëna ose më them prindrit dhe fëmijët e tyre. Kjo koncepti i familjes në atë relacion e ngushtë. Familja është çifti dhe frytet që kanë ardhur si shkak i bashkimit atij çifti. Do thot burri, gruaja dhe fëmijët. Kjo është familja në konceptin e ngushtë. Dhe në shumicën e teksteve shariatike, ajeteve apo haditheve, kur përmendet familja, ky term dhe ky nocion, fillimisht kuptohet që është për qëllim kjo, kuptimi i ngushtë i familjes. Kuptohet që ka mundësi përdorimi edhe në aspektin e gjerë të saj, por në bazë është kjo familja. Atëherë po inkuadrojmë telefonatën e parë, kemi në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam, përshëndetje. Po urdhëroni? A ka mundësi një pyetje Hoxhës? Po patjetër, urdhëroni me pyetjen. Ndoshta është pak jashtë temës, po jam shumë interesuar me ditë. Po. E kam lëndu gunin që disa ditë, kur po bijnë sejdë nuk mundem i kthye po ulën karrik, kjo gjendje po më shqetëson kështu, a më pranohet namazi? Pra keni lëndu gjunin dhe po falën në karrige, apo? Po në karrike se s'po më i merr kështu për shkak të lëndimit që kam. Në rregull, faleminderit, do të merrni përgjigjen pas pak. Selam aleikum. Faleminderit. Aleikum selam. Atëherë po japim përgjigje pyetjes së kësaj shikueses. Po, Allahu Azza wa Jalla ja lehtësoft. Padyshim që çdo fatkeqësi që ka mundësi të na ndodh, lëndime dhe të ngjashme, për besimtarin janë ato shlyerjet mëkateve dhe ngritja në shkallë tek Allahu Azza wa Jalla. Ndërsa asesi nuk e pengon vlefshmërinë e namazit, çështja që pengohet nga dhimbta që të bien sejdë por falet në karrik. Asesi nuk e pengon fare sepse edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishte ndodhur një gjë e tillë, siç transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij, që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte rrëzuar një herë edhe kish fal disa ditë namazin ulur dhe namazi është plotësisht i sakt. Atëherë kthehemi prapë tek tema. Çka po i ofron Islami familjes për të qenë shëndosh dhe e rehatshme? Të pas parasysh pra në botë jetojnë sa miliard njerëz dhe shohim familje të shkatëruara në emër të modernitetit, në emër të afërsisë me teknologjinë, në emër të arritjes së tyre, por familjet po shkatërohen. Dhe si alternativë po shihet edhe nga figurat të rëndësishme të Hollywoodit, njerëz që kanë qenë të famshëm, po kthehen Islamin dhe ku po i kthehen, pastaj po shohim që po rindërtohet një familje që i ka pasur të gjitha ai ose ajo, por s'ka pas familje. Çka po e veçon Islamin në këtë rast? Për ta kuptuar thelbin e përgjigjes që do ta them, duhet të kuptohet çështja se zgjidhjet që i ofron Islami nuk janë zgjidhje të cilat burojnë nga mendjet e njerëzve dhe nga provojat e tyre dhe nga kuptimet apo keq kuptimet e tyre. Për këtë shkak burimi i zgjidhjeve që ofron Islami është qiellor. Ai që ka kriju njeriu është Allahu Azza wa Jall dhe ai që ka kërkuar nga ai njeri të jetojë ashtu siç duhet, duke ia dërguar mësimet, qoftë përmes pejgamberëve apo librave, është Allahu Azza wa Jall. Edhe ai që i ka ofruar zgjidhjet në probleme është Allahu Azza wa Jall. Për këtë shkak, burimi i zgjidhjes së problemeve është që të rikthehemi në shpalljes, të rikthehemi organizimit të jetës në hijen e shpalljes. Që mos t'i them kështu më bukfal, domethënë ta organizojmë jetën tonë në të gjitha aspektet dhe në të gjitha cepet e saj, të organizojmë me atë që Allahu Azza wa Jall ka kërkuar apo pejgamberët na i kanë mësuar. Nëse i kthehemi saj, atëherë zgjidhja është shumë e lehtë. Por kur njeriu nuk po mjaftohet dhe kur njeriu po bie pre e ideologjive djallëzore të ndryshme, qoftë ato të lindjes apo të perëndimit, nuk është fare me rëndësi. Kur njeriu po largohet nga burimi i dritës, kur njeriu po largohet nga ajo qetësia shpirtërore që i ofron shpallja, ai me dëmos do të shkatërroj fillimisht vetën. Pastaj çdo kënd që ka përreth tij
dhe pastaj do shkatërroj edhe vendbanimet dhe të gjitha ato të cilat e rrethojnë. Për këtë shkak, zgjidhja e problemit është që ne t'i kthehemi Allahut azza wa jall dhe t'i kthehemi kuptimit të saktë të çdo gjëje që ka nevojë njeri për të. Ajo është tek shpallja. Për këtë shkak, jo vetëm në relacion të familjes dhe opsionet e shpëtimit familjes përmes fesë, jo vetëm kjo, po opsioni i shpëtimit të njerëzimit përmes fesë është e vetmja rrugë që të vazhdoj njerëzimi të jetojnë mbi sipërfaqen e tokës. Por ndryshe, nuk ka garancë që ata do të vazhdojnë mbi sipërfaqen e tokës pasi që ata të angacmojnë hidhrimin e Allahut azza wa jall dhe të vijë dënimi. Për këtë, unë po them, zgjidhja e problemeve është që t'i referohemi atij që na ka kriju dhe e din se çfarë na po them, çka na bren neve dhe se si është shujtja ato në brejtjeve me përgjigje të sakta dhe pastaj prej aty tutje të organizojmë jetën ashtu siç duhet. Për këtë shkak, një prej fakteve dhe elementeve, më mirë them, shumë të qarta se tregon që Islami dhe vetëm në Islam, në fe, në organizimin e shpalljes, rregullon çdo problemet është se përgjegjësitë sot kanë lujt për vendet. Tash nuk po dihet se kush është ai që duhet të ndëgjohet dhe kush është ai që duhet të pyetet dhe kush është ai që duhet të jap përgjigje, kush është ai që duhet të marrë fjalën, kush është ai, nuk po dihet apo është një kaos. E para që e rregullon Islami është se i ka ndonë përgjegjësitë. Dhe dihet se kush për çka ka me u pyet dhe ka me llogari për të. Për këtë shkak, fillimisht rregullimi i familjes vjen nga përcaktimi i referencës dhe e dyta ndarja përgjegjësive ashtu siç ka thënë Allahu azza wa jall. Nëse këto dyja i rregullojmë, problemet tona ja referojmë shpalljes që ajo na ofron zgjedhjen. Pastaj edhe e dyta i pranojmë ato përgjegjësitë që Allahu azza wa jall na ka jep. Jemi të kënaqur me to dhe jemi të guximshëm që të ballafaqohemi me to. Në shumicën ndërmuese të rasteve nuk ka më ekzistuar problemi, sepse gjitha ato probleme që po ekzistojnë janë që nuk po i referohemi zgjidhjeve adekuate dhe gjithashtu nuk po e pranojmë rolin tonë në shoqëri, po dëshirojmë të tjetërsohemi e padyshim që kjo pastaj ka me na kushtu shumë shtrajt. I ka pasojat e veta. Kemi telefonatën e radhës apo i inkuadrojmë? Selam aleikum. Aleikum selam. I kam një dy pyetje për hoxhën. Po urnoni. Pyetja e parë është kur jemi në sejdë e që qomi prej sejdës, thojmë Allahu Akbar. Edhe qomi në kam e thojmë tehiatin. A para se me thonë, jo tehiatin, po Fatiha. Me thonë Bismillah, apo bën me thonë Bismillah, ajo. Para se me thonë Fatiha. Tamam. Është fjala edhe për sunet edhe për farz. E pyetja e dytë është pyetje për komate. Di që është haram komata, po derisa veç me bëni pyetje. I kom zgjedhur të parë, e di sa i kom shti, e di sa janë. E tash kur i kom zgjedhur ato, më kanë dhënë edhe komatën. Atë komatën e di që është haram, po çka më bën me ta? Kuna më dhon, edhe më dhon ai një familjare që jemi dam, apo ka në përgjigje për këtë punë, çka më bën me ta komatë? Është qartë pyetja e dytë? Në rregull, faleminderit për telefonatën, do të merrni pas pak përgjigjet. Selam aleikum. Fal. Pyetja parë ishte çfarë duhet të themi Bismillahin para Fatihas. Para çdo fillimi të leximit të Kuranit, qoftë Fatihas apo surës tjetër që fillojmë nga fillimi i saj, themi Bismillah apo Bismillahirrahmanirrahim. Pasi që Bismillahirrahmanirrahim është ajet i veçantë që i paraprin fillimit të çdo sureje. Fatiha pasi që është sure, atëherë i paraprin Bismillahirrahmanirrahim asaj. Tek pyetja e dytë ishte që kamata pra. Do thotë ky ka deponu parë dhe pastaj ka marrë përqindjen e interesit që e kanë përcaktuar banka dhe çka më vepruar me to. Ato parë është haram që të mirë, kuptohet. Është haram edhe është prej mëkateve më të mëdha, që njëri të merr apo të jap kamat. Por pasi që i merr, ato çfarë duhet të veproj? Duhet që t'i jap në një relacion caktuar të cilin nuk shpreson shpërblim. Do të thotë qysh, jo më ndihmu skamnurve, jo me ndihmu të afërmve, jo me investu në një punë të hajrit, por mi hek që thonë qafe vesh. Do më thonë qysh, ndëgjën që në një prej qyteteve, apo në një prej vendeve caktume, ka nevoj për shembull një shkollë për diçka caktume, që ky nuk ka shpresë që ata kanë mja kthy me falenderim, nuk është shkolla e fëmijët vetë, dhe kështu me radhë, qasoj shkollës ja jep që të investojnë me rregullu, po them kushtimisht banjën, apo diçka tillë, që do thotë mi hek prej qafe,
për ndryshe nuk lejohet që t'jap të afërmve dhe atyre që ky ka një relacion të interesit të ndërsjellë qoftë familjar dhe kështu me radhë. I kemi disa pyetje me SMS, por po dalim tek tema, pastaj më vonë do t'i lexojmë disa mesazhe. Cilat janë disa prej sfidave më të mëdha që sot familjet po përballen? Pra i përmendëm kalitin sigurisht, por këtë po bëj çështjen që pra i përmendëm më herët që duhet të kemi udhëzimin tek urdhat e Allahut dhe porositë e pejgamberit alayhis salam, por problemet familjare po i shohim edhe tek muslimanët. Po. Si shpjegohet? Shumë e vërtet. Na nëse mendojmë se me praktikimin e namazit, edhe që jemi musliman, pak më, po them kushtimisht më praktikues, dhe kështu më mendojmë që kena mu liru pe problemeve, pe sfidave. Jo, për shkak se sfidat janë për krejt njerëzimin, apo? Sprovat janë për të gjithë, por të pakt janë ata të cilët e kuptojnë në çdo rrethon se ku është rrugdalja, ndërsa shumë mashtrohen ndoshta duke menduar vetëm se unë jam jashtë problemeve dhe mu nuk më prek ajo farë, po them kushtimisht ndjeshmëria e lashave. Jo, asesi. Problemet qoftë tek muslimanët apo tek tjerët janë si shkak i çatë dy pikave që i përmenda. Pse? Por edhe muslimanët praktikues dhe kështu me radhë, a janë duke ju referu shpalljes në problemet e tëra? Dhe gjithashtu a janë duke i pranu përgjegjësitë? Përgjigjja është tek secili. Secili e din se këto problemet e tij apo të saj, a janë probleme që nuk burojnë nga këto dyja, janë diçka tjetër, apo burojnë problemet për shkak të mos referimit të problemit tek burimi dhe gjithashtu të mos pranimit të përgjegjësisë. Këto dyja janë probleme kyçe, ndërsa problemet e shumta që dita ditës janë duke ardhur, padyshim që ne mujna veç mi pru disa shembuj, se përndryshe nuk ka mundësi që t'i japim fond atyre. Ndoshta pe i problemeve shumë evidente është çështja që ne nuk jemi të kënaqur me pozitën që Allah azza wa jalla na ka jap. Nuk jemi të kënaqur me furnizimin, me rrezikun që Allah na ka jap. Nuk jemi të kënaqur me ato që Allah i ka përcaktuar për ne. Nuk jemi të kënaqur ndoshta edhe me pamjen tonë. E këqyr njëri vetën pas qyre dhe nuk i pëlqen kjo dhe nuk i pëlqen kjo dhe nuk i pëlqen. Kush është ai që të ka kriju? Allahu është ai që të ka kriju. Po, Allah azza wa jalla thot: "Alladhi ahsana kulli shay'in khalaq." Allahu ka përsuar çdo gjë që ka kriju. Pamja jote më e bukur është kjo që e ki, faktike. E sheh njërin, të e këqyr vetën, nuk i pëlqen kjo, nuk i pëlqen kjo. Paramendu a ka mundësi atij t'i pëlqej ose asaj t'i pëlqej çifti, partneri? Asesi, ai për vetës ose ai për vetës aty nuk i kënaqur. Për këtë shkak ne duhet që ta pranojmë këtë që Allahu azza wa jalla na ka. Dhe për këtë shkak ai që e pranon, atë që ne e themi të kushtet e besimit, besimin në qada dhe në kader, e pranojmë dhe jemi të qetë në gjithë ato që ka përcaktuar Allahu azza wa jalla për ne. Padyshim që kena me jetu të qetë dhe kena me pas një jetë të rahatshme dhe problemet, të gjitha sfidat bashkëkohore që me to ballafaqohemi është si shkak i mos pranimit të asaj që Allahu azza wa jalla ka dëshiruar për ne. Kur ne e pranojmë, padyshim që 50% po them, të problemeve dhe të lashave kemi më njanu, kemi mi anashkalu. Themi tek kjo e njohur si familja moderne. Çfarë është familja moderne në kundërshtrimin islam, ose çfarë nuk shkon mes familjes tradicionale ose familjes së prapambetur me ato moderne? Fillimisht ky koncept e familje moderne është diçka shumë i ndryshueshëm. Nuk di që dikush e ka definu familjen moderne se është kjo. Për këtë shkak ne nuk di se si kemi ju ços familjes së tillë. Po nëse familje moderne është për qëllim një familje që nuk njeh traditë dhe nuk njeh zakon dhe zhveshet nga e kaluara tërësisht, qoftë edhe nga e kaluara e prindve të tij dhe gjyshëve të tij, padyshim që kjo familje është duke thirrur që të jetë e falimentuar dhe shkatruar. Pasi që e njeri nuk është që ka pikë prej qiellit, njeri ka ardhur. Ademin alayhis salam Allah azza wa jalla ka kriju. Përndryshe të tjerë të jemi këtë lozët e tij. Duhet që na të marrim nga tiparet e mira të prindve, të parazëve tonë, t'i kultivojmë ato, t'i përshtatim ato, po jo të distancohemi nga ato. Nëse distancohemi nga ato zakone të mira, të moralit, të burrërisë, të fqinjësisë, të bamirësisë dhe kështu me radhë, padyshim që ne jemi duke u distancuar nga ato të cilat e kanë ruajtur familjen dhe e kanë bërë të shëndosh deri më tani. Nëse ne i largohemi atyne, me çka jemi duke mbush atë boshllëk? Jemi duke mbush me shthurje, jemi duke mbush me probleme, jemi duke mbush atë boshllëk me përlarmje të vazhdueshme
mes çiftit që fëmia i cili mezi po fillon të flas, po e tregon që prindët e tij janë vazhdimisht në një kaos të tillë. Pse? Sepse tu dëshiru që të zhveshët nga ajo tradicionalja kanë ardhur në këtë gjendje të tillë. Për këtë shkak nuk duhet neve të na mashtroj termi modernizëm. E të na të kashi modernizmit të vendosim atëfar fjalën e për shembull të brapa mbetun dhe kështu më radhë. Jo. Na ai që praktikon shpalljen, ai që praktikon mësimet e duhura islame, ai është, nëse duhet që t'i themi dikujt i modernizuar me kuptimin pozitiv të saj, kjo është familja që e praktikon urdhrin e Allahut Azza wa Jall dhe i pranon përgjegjësi dhe i ndan ato ashtu siç duhet dhe është e kënaqur me caktimin e Allahut Azza wa Jall, me kaderin dhe çdo gjë që ja ka nda asaj, kjo familje, nëse duhet që t'i themi, kjo familje modernizuar në atë aspektin e termit apo shprehjes. Atëherë kemi telefonat, po inkuadrojmë nëse është ende në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kam ju përshëndes juve edhe mësafirin e studia. Faleminderit. Dy pyetje për hoxhin. Por nëni. Pyetja parë është se ta pasoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke mos e përçra ummetin. Pyetja e parë. Po. Pyetja e dytë është rreth haditheve të pejgamberit alayhis salam që na tregon, domethënë e kam për qëllim hadithe që flasin për ngritjen e dorë para se me shkojnë në ruku, kur ngritesh pe rukus dhe kur ngritesh në rekatin e tretë, disa kam dëgjuar që disa dietarë thonë se këto hadithe janë anuluar, e disa të tjerë kam dëgjuar që thonë që nuk janë anuluar, duhet me ditë cila është e vërteta, këto janë pyetjet e mia. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Nëse kemi telefonat tjetër, po inkuadrojmë regjia, nëse jo, po japmi përgjigje pyetjeve të këtij vllaut. Si ta pasojmë sunetin e pejgamberit selam pa bërë përçamje. Po vetë pasimi i sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet që të jetë largues dhe ngritës i përçarjes. Pasi që pejgamberi alayhi salatu wasallam na kur themi la ilaha illallah muhammedur rasulullah, çka i bie kjo? I bie se nuk e adhurojmë askënd posa Allahut azza wa jall, sepse ai është i vetmi që meriton me të drejtë adhurohet, dhe i bie se Muhamedi është robi i dërguar i Allahut azza wa jall, që është i vetmi i autorizuar me na tregu se çka don Allahu. Për këtë shkak ne kur i referojmë sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë absurde të thojmë se ka me përço. Për këtë shkak pasimi i sunetit është unifikues, jo përçarës. Ai që e kupton se pejgamberi alayhi salatu wasallam është i dërguar i Allahut azza wa jall me urtësi dhe me butësi dhe me mëshirë, kupton se në praktikimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është bashkimi e jo përçarja. Për këtë shkak çdo kush i cili dëshiron ta luftojë përçarjen, le të kapet pas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah azza wa jalla thot: "Wa in tuti'uhu tahtadu." Nëse dëshironi udhëzim, pasojeni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përçarja vjen vetëm kur largohen njerëzit nga udhëzimi. E udhëzimi arrihet kur bashkohemi, bashkimi arrihet vetëm kur e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak është shumë e thjeshtë. Atëherë po vazhdojmë tutje me telefonat, kemi regjia, po? Inkuadrojmë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Jërëj muaj e Ramazanit, një kohë për hajt. Faleminderit. Edhe i pata do pyetje për hoxhën, unë jam një moshura që 30 e kam shqeqerim, edhe jam me zelin kështu, dhe adherimin sone baj. Edhe dhe ta me vetë hoxhën për këtë sa dhe kërmë që të dhe shluk një dhonën, a me dhonë kajtë të një hukaro, a me dhonë do të mes të talebet, atë që i kena të në Prishtinë të talebën. Po. Të mësuan. Po, pyetja tjetër. Dhe këtë namazin e natës, disha me vetë hoxhën në këta, po më shumë me fala, për më gjerus për mëjë, është me gjonë këtë vitër namazin për në fond, edhe dëra fili për porat me kryen. Në rregull, nëse s'ke pyetje tjera, ju përshëndesim. Jo. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum.
Atëherë, betëm bërë që t'i vëllau që pyti për hadithet që ta disa janë të dobta se përket ngritjes së duarve në namaz. Kam dëgjuar. Po kjo çështje është diskutabile mes dietarëve. Disa nga dietarët e mëdhëbeve e shohin çështjen e ngritjes duarve, disa të tjerë anojnë tek disa gjurmë, më thënë drejtën, tek disa gjurmë të disa të parëve që thonë se ajo ka qenë në fillim të Islamit, është çështje dytësore kjo në relacion me ato parsorët. Për këtë shkak, më thonë, pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek të gjithë është sunem. Te ata të cilët thonë ngrisim dhe ata të cilët thonë nuk i ngrisim. Nuk është shkak që për shembull ata që thonë nuk duhet më ngrit e kanë për ta kundërshtuar këtë dhe ata tjerë për më kundërshtuar. Nuk është çështja. Çështja është tek arritja e asaj që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pastaj dikush padyshim që bazohet në disa transmetime më të shumta dhe më të sakta, e dikush në disa transmetime më të rralla dhe më të dobta, por kjo çështje është çështja e ijtihadit brenda ummetit që është që 1000 e sa vite, do thotë në nuk mujnë prej këtu më jap pik problemit se është kjo apo është ajo. Padyshim që hadithet që gjenden në Buhari dhe në Muslim dhe vende tjera janë me ata dietarë të cilët anojnë tek ngritja. Ndërsa në Buhari dhe në Muslim nuk ka hadithe që anojnë tek mos ngritja e durve në këto vende. Atëherë kjo motra e cila është në mëshuar, tha kam që 30 vite sheqerin jam me insulinë kështu më radh, pyeti mënyrën e shpagimit duhet ta çojmë tek një person apo mundem tek talebët? Do thotë Allah azza wa jalla lehtësoftë është për bleft, duhet që për çdo detajërim ta kompenzojmë nga një shujtje ushqimi. Pastaj atu a e bëjmë për shembull pas 10 së parë i ushqejmë 10 të varfër për një ditë, apo e ushqejmë 1 të varfër 10 ditë, nuk është problemi. Pastaj 10-shën e dytë, pastaj edhe 10-shën e tretë. Apo kemi mundësi që një student, i cili është, domethënë talebe që përmend, i cili për shembull nuk i ka kushtet të mira dhe kështu me radhë, atëherë ti themi atina që një muaj Ramazan, iftarin e kit hekt nga ana jon, ose jep domethënë tulla që ai të haj ushqim, apo për shembull me një restoran, me një fast food dhe kështu me radhë mirë është vesh që shkon ai çdo ditë merr aty iftarin e tij dhe kryhet kompenzimi plotësisht. Po ashtu thatë që pra nuk agjeron, por që fal namaz nate dhe vitin e letë të fundit. Po tha namaz nate, falë nafile. Në fakt një është. Ajo është namaz nate, namaz nafile, në Ramazan ato të gjitha edhe teravit, edhe namazi natës, edhe nafile këtë janë një, këtë janë një. Allah azza wa jalla është për bleft. Unë me sa e kuptova, domethënë ajo nuk po agjeron, e tani po fal namaz, e nashta mos ka menduar që duhet ta agjeroj tani ata që agjerojnë falin namaz. Jo. Ti je liruar nga agjerimi, pasi që ki smundje dhe me insulin, Allahu të shpërbleft, kompenzimi i ditëve me shujtje ushqimore e kryen obligimin e agjerimit, ndërsa muaji Ramazan është muaji i ibadetit, ti fal namaz sa të munësh, dhe bën dhikr sa të munësh, dhe bën dua sa të munësh. Pyetjet me SMS po i lexojmë, thotë selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën, vjera ime është do thotë Shur Mehmet, nuk agjeron, a duhet shpagim për të, pra duhet me pagu agjerimin sepse ajo a është e liruar apo jo, sepse as nuk foli dhe as nuk dëgjon. Tash çështja se ajo as nuk flet, as nuk dëgjon, ajo padyshim që komunikon me botën jashtë saj, pasi që domethënë ajo kupton janë mënyrat e komunikimit. Janë mënyrat e komunikimit. Nëse arrihet që ti përçohet mesazhi dhe ta kuptojë ajo çështjen e agjerimit, sigurisht që shumë ka nga shurtëmëves që e kuptojnë dhe falin edhe namaz dhe kështu me radhë, krejtësisht është në rregull ajo. Po nëse ka një arsye tjetër, po saj, apo nëse nuk ka arrit askush t'ia tregojë asaj në mënyrë që ajo ta kuptojë realitetin e agjerimit, a duhet të bëhet kompenzim për të? Padyshim që është më mirë të bëhet kompenzim për të. Kemi disa pyetje rreth temës, ka të bëjë me angazhimet tona të shumta hoxhë në punë, në jetën e përditshme që po e bëjmë tash, po e quajmë si jetë dinamike. Si mund të balancohet puna dhe jeta familjare në një shoqëri që është gjithnjë më angazhuar në punë të dynjas. Edhe fatkeqësisht jemi pjesë e kësaj shoqënie që ndoshta edhe vetë donjëherë shohim që e kemi lënë familjen anash, i kemi lënë fëmijët anash duke punuar në atë që po punojnë për familje, në aspektin financiar, por aspekte tjera po i lëm mbrapa. Kjo më duket që është një hile, një mashtrim. Po dëshirojmë me arsyetu mos angazhimin me edukim dhe me fëmijë, duke thënë se jemi duke u ndreq dynjan e tënë dhe kushtet e tënë, por padyshim që kjo është jo e saktë. E saktë është që fëmiu para se të ketë nevojë për
po them kushtimisht lodra dhe një jetë pak më të mirë, ka nevojë fëmiu për afërsinë e prindit. Dhe ka nevojë fëmiu dhe familja në mënyrë përgjithshme për afërsinë dhe komunikimin e drejt për drejt. Nëse realizohet afërsia dhe komunikimi dhe bartja e ndjenjave të ndërsjellta, padyshim që problemet tjera kanë me qenë më të lehta që të ballafaqohen me to dhe të i kalojmë. Ndërsa nëse ne mundohemi që vetëm në aspektin material t'i ngopim ata, ndërsa në aspektin shpirtëror t'i lejmë të thatë dhe bosh, padyshim që kjo ka më na kushtu pas një kohe. Siç po ndodh tek shumë prej familjet bashkëkohore, të cilat janë me fokus 24 orë vetëm në dynja dhe në çështjet, po them, rregullimit të komoditetit dhe standardeve, ndërsa po e lën mbrenësinë qoftë edhe të çiftit, qoftë të bashkëshortës apo të bashkëshortit, të fëmijës dhe kështu me radhë po e lën aspektin emocional thot, pasi që po ndodhin disa vite, ndoshta kushtet ekonomike dhe standardi po ngritet, por për këm po ngritet ai standard për një familje të shkapërderdhur, sepse nuk ka mu asnjë ur komunikimi mes fëmijëve dhe prindit, nuk ka ur komunikimi fare ndoshta edhe mes çiftit, për shkak se koha kur është dashur që të mbjellet dashuria dhe respekti dhe sinqeriteti ka kalu. Dhe kemi menduar se ato do ta përmbushim me çështje materiale e pastaj po e shohim se ata qoftë fëmijët, qoftë edhe çiftat mes vete, apo po e shohim se boshllëkun e mbrëmshëm po e gjojnë tek dikush tjetër, e jo tek prindi, jo tek familja, pastaj po ndodhin përçarje, po ndodhin probleme, po ndodhin shkurorëzime, po ndodhin shumë telashe, të cilat janë të paparashikueshme. Në fillim nëse i kishim konstatu, padyshim çfarë kishin më lehtë, por ne kur po ja shkalojmë, edhe po mundohemi që ato që nuk mbushet vetëm se me anën shpirtërore, po mundohemi ta mbushim me atë materiale, po ndodh kjo që po ndodh. Ka shumë probleme, pra është një prej faktorëve kjo që e theti. Sepse po shohim problemet e shumta të cilat janë edhe në familjet muslimane. Po përsëris tasi shpesh, por po shohim sepse ne jemi model për të tjerët. Për ata që kanë më pak fetari ose s'kan fetari hiç. Pse ka shumë probleme? Kur them shumë probleme në aspektin e respektit, shkurorëzimeve, ndamjeve, e problemeve në aspektin edhe të sjelljeve, pastaj shohim edhe gjëra të tjera që ndoshta nuk ta mërmendin që mund me ndodhë tek një familje fetare. Fillimisht na duhet që ta kuptojmë se ne jemi duke jetu në fond të njerëzimit, apo jemi duke jetu në akhir zaman që quhet, apo e problemet padyshim që kanë qenë shumë më prezente dhe shumë më të fuqishme. Por për ta ruajtur veten dhe për ta ruajtur familjen dhe kështu me radhë, duhet që të shpenzojmë në çdo gjë që të mos vinë deri te telashe dhe problemet e tilla. Prej treguesve se edhe tek familjet muslimane nuk ka ashtu siç duhet ndëgjim të urdhrit të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka gjithashtu njohje të pozitës dhe ndëgjim të fjalës. Janë raste që po i ndëgjojmë të shkurorëzimeve, raste që po i ndëgjojmë të problemeve të ndryshme. Ato problemet janë të natyrave të ndryshme, ku njeriu, qoftë burri apo gruaja, nuk e din kufinin e familjes së vet dhe familjes së bashkëshortës së tij apo të saj, dhe kur përzihen, domethënë përgjegjësitë, dhe kur nuk dihet se kush duhet që të pyetë dhe kush duhet që të ndëgjoj, dhe kështu me radhë, gjitha këto po e bin një kaos me probleme që nuk po dim se si t'ia dalim. Për këtë shkak, fillimisht që të shpëtojmë nga këto probleme, që të shpëtojmë nga këto telashe, ne duhet që ta pranojmë versionin e familjes ashtu siç ka dëshiruar Allahu Azza wa Jall. Nëse Allah Azza wa Jall na ka treguar për familjen se ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, burrat e kanë pozitën në familje si kryefamiljar, si shkak i asaj që Allah Azza wa Jall ja ka jep mbi supet e tona nga përgjegjësia. Pastaj kur tregon Allah Azza wa Jall se gruaja, qoftë edhe shembuj të shumë që ka përmendur Allah Azza wa Jall të bashkëshortëve të pejgamberëve në Kur'an, se ato nëse nuk e kryejnë emanetin ashtu siç duhet në edukimin e familjes dhe rujtjen e saj, fa khanatahuma, ato kanë tradhtu emanetin. Kur dihet edhe kjo, ana e bashkëshortëve, burrave dhe ana e bashkëshortëve e grave, nëse dihet mirë pozita e tyre dhe janë të gatshëm që të pranojnë përgjegjësitë dhe janë të pjekur që të ballafaqohen me sfida,
nuk vjen problemi deri tek shkurëzimet e shpeshta. Unë po them, shkurëzimi si fenomen është i pranuar, kur nuk hen me një rrugë që s'ka dalje. Ma mirë të kthehemi edhe të shpresojmë që kena me gjetë një rrugë që ka dalje, se sa të vazhdojmë ashtu dhe tani ballafaqohemi me atë murin në fund që nuk ka vetëm se ta godasim atë me kokë, apo. Për këtë shkak, shkurëzimi është i pranueshëm, por është opsioni i fundit. Është mundësia e fundit që, po them kushtimisht janë 100 dyrë para asaj që duhet të trokiten dhe ajo është e mramta. E jo të mohohet realiteti që në shariat e ka çështja e shkurëzimit. Por nuk është opsioni i parë, edhe nuk është opsioni më i miri, për shkak se Allah azza wa jalla urren shkurëzimin, por është opsion për opsioneve dhe ai është i fundit. Por ne para se të vim atje, asnjë nuk besoj që nga çiftet sot martohen si shkak i imponimit. Nëse të kaluam mënyrë martu si shkak i imponimit, kanë pas jetë lumtur. Tash po përzgjedhen vet. Edhe po kanë dëshirë mu taku, edhe me bisedu, edhe një listë gjatë pyetjeve, tani pret përgjigjet. Pse pra nuk po pranon atë po them karakterin e partnerit kur i ka pranuar kushtet dhe kur i ka jap përgjigjet? Pse nuk po pranon? Që do të thotë këtu pjekuria po mungon, këtu përgjegjësia po mungon. Jo që për shembull me dojmos probleme në shumicën e familjeve është problem ekonomik dhe është problem pozite dhe kështu. Jo, po përgjegjësia dhe gjithashtu pjekuria, ngutia. Çdo problem vogël tu e rikthyte prindërit, tu ankute të hujit, tu i hap problemet private të familjes, tek të hujit padyshim që këtu të gjitha sjellin probleme të cilat zërëshë ti kurrë. Po e bie që nuk din të dua nëse të dashurohen çiftet e reja sot, sidomos që kam më shumë. Nuk din të respektojnë një tjetrin. Omeri radhiyallahu anhu ka përmend një fjalë shumë të madhe. Kur dikush ka ardhur tek Omeri radhiyallahu anhu është ankuese du me u nda prej ajo ka qenë gru apo ka qenë burr, du mu nda nga çifti dhe du me prish familjen se nuk e du. Ka thonë, a mendon se gjitha shtëpitë ndërtohen vetëm mbi dashuri? Mbi respekt. Pse? Dashuria e cila është dashuri momentale, është ajo që të lën pastaj në baltë. Ndërsa dashuria që ndërtohet mbi respekt, mbi mirënjohje, mbi sakrificë të ndërsjellë, padyshim që kjo është el-mawadda, që përmend Allah azza wa jalla në Kur'an. Jo el-hub. Hub është ajo dashuria e verbet, ndërsa el-mawadda është ajo dashuria që vendoset mbi parime të shëndosha, e kjo është ajo që Allah azza wa jalla ka treguar se është nga argumentet e ekzistencës së tij që ka bërë mes juve, mes çiftit apo dashuri të ndërtuar mbi parimin e el-mawadda, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ka bërë dashuri të ndërtuar mbi respekt, mbi sakrificë të ndërsjellë dhe kështu me radhë, pastaj edhe mbi mëshirë. Pra, sot kemi dashuri por pa respekt. Kjo dashuria pa respekt realisht është dashuria e cila po shkakton shkurëzime, po shkakton prishje të familjes. Sepse siç e theke pra në fillim ato kushtet ato listat do thotë bën për shkak të dashurisë. Pastaj momentin që fejon ose martohen lindin problemet. Si është e mundur që atë luftë madhe e bën për ta pasur një burrë ose një grua bashkë, pastaj me muajt e parë të ballafaqohesh me diçka që ke vendosur më deri tek fundi. Kjo tregon që Allah alem nuk kanë qenë të sinqertë as ato kërkesa, po gjithashtu edhe dashuria është e sinqertë. Për shkak se ai që dikon sinqerisht e don. Dhe dashuria nuk është dashuri momentale, por dashuri e cila buron nga thellësia e zemrës, ai është i gatshëm që të ballafaqohet me probleme, por nuk është i gatshëm që të heqë dorë nga dashuria. Atëherë po lexoj disa mesazhe të radhës ku thotë kam smuj kronike, a kam bërgj me agjëru? Smundjet kronike në bazë, nëse E ka vazhdu, thotë unë jam duke agjëru veç. Mirë. Që me bën në vazhdim? Smundjet kronike të cilat e atakojnë, domethënë procesin e agjërimit, për shkak se duhet me përdor medikamente apo terapi të vazhdueshme dhe kështu me radhë, padyshim që e lirojnë personin nga agjërimi. Por, ka mundësi që të ndrohet, po them kushtimisht dita me natën dhe ti përdor barna, ti përdor ilaçe dhe kështu me radhë në mramje. Sidomos tash që e ka edhe natën shumë gjatë, edhe agjeron ditën, padyshim që është më e mirë. Por, si rregull bazë, nëse i vështirësohet gjendja si shkak e agjerimit, është
i lejum që ta prish, por kuptohet që duhet ta domethënë shpaguja atë me shujtje. Një pyetje jashtë temës së agjërimit, thotë selam aleikum, hoxha kam një pyetje urgjente, pra i të në diaspor, gruaja kur ndahet nga burri pa arsye të forta, shtetin në të cilën ne jetojmë, i ndan në gjysmë gjithçka që kemi. Në këtë rast, a duhet ja jap unë mehrin ose dhuratat që ja kam bërë dhe familja ime ai takojnë asaj apo jo? Do thotë pyetja është për mehrin që janë marrë vesh, ndërsa këtë pjesën tjetër ç'a më bë? Çka më bë? Këshira, parimisht, nëse u përmend atë, do të përmend pyetje që shteti ndon gjysmën e pasurisë. Deshte apo s'deshte? Deshte apo s'deshte, atëherë duhet që ajo dhurata që është përcaktuar paraprakisht që të mos jepet, të rikthehet, pasi që kjo është tu dëmtu shumë më shumë se sa, po them kushtimisht, nëse e kish jap mehrin. Por kjo çështje është çështje ndoshta pak më delikate, ndoshta ka nevojë që të konsultohem ose të konsultohen me hoxhallar dhe me njerëz të dinë realitetin atjet, e që të japin një përgjigje më decisive. Por parimisht, këtu ka zullëm që i zbatuat ajo është ndarja e pasurisë për gjysmë, po? Kjo është padrejtësi, pasi që domethënë ndarja është e lejuar, pse të përcaktohet kjo mos ka që të ndahet çdo gjë për domethënë dësh. E pastaj a ka drejt që do të tërheq mehrin, kjo çështje thash në bazë po, por prap mirë që të pyetet dikush nga ata që e dinë realitetin atje. Dhe një pyetje që pothuajse në çdo Ramazan në vjet, thotë selam aleikum, desha një pyetje për hoxhën, a duhet me veprua sipas takvimit me orë të caktuar me banjetin e syfyrit apo si flitet mundesh deri 20 minuta, 30 minuta kështu me radhë? Çështja e imsakut, domethënë është çështje problem i vazhdueshëm, por jo problem real sa është duke u promovuar si problem, pasi që çështja e imsakut a nalesh 20 minuta më herët, 15 minuta më herët, a e shtyn dhe që të 15 minuta nuk është tu, që thonë nuk është tu bukjameti. Për këtë shkak njeri i cili e ka gajla agjërimin e tij i ik dyshimit. Nëse është çështja e dyshim që të 15 minuta e lën më herët, që me marrë të sigurtën. Për këtë shkak imsaku, ashtu siç shkruan për takvima, domethënë ajo është bu nga njerëz ekspert që kanë studiuar këtë çështje. Edhe nuk është me hamendje, por është mbi fakte që ata i kanë sjell. Ai i cili don me kontestu duhet që të sjell fakte të fuqishme sikurse të tëra dhe studime të thukta që pastaj ta kontestojmë çështjen e imsakut. Në bazë, në parim, është imsaku i njohur që është në takvimat e vendeve tona apo e që mbi bazën e saj kanë vepruar dhe veprojnë nëse shtyhet 15 minuta apo po them 10 minuta dhe kështu me radhë, nëse ata e kanë shty 15 minutë dhe 20 minutë që është brenda imsakut, por si mos preventive, ata nuk prish punë që të hahet edhe pak. Të shtyhet ajo. Po nëse ata e kanë shty me një pretekst tjetër, atëherë nuk lejohet që të i kalohet imsaku. Pyetja e radhës thotë komunikimi i tepërt me gjininë e kundërt, me ose pa arsye, a dobëson agjërimin? Komunikimi i tepërt me gjininë e kundërt, me ose pa arsye. Tash këtu gjinia e kundërt është për qëllim ata të cilët janë familjar apo ata që janë të huaj, sepse gjinia e kundërt është edhe pjesa e, për shembull, familja, jo në gjinia e kundërt, bashkëshortja, motra, nëna dhe kështu me radhë, vajza dhe kështu me radhë. Me këta nuk, domethënë nuk ka problem që të komunikohet, por shkak se ata janë pjesë e familjes. Por komunikimi me të huajat, me gratë të huaja dhe kështu me radhë, nëse është e nevojshme, edhe është në suazat asaj që e parasheh, domethënë sheriati, nuk prish punë dhe nuk e dëmton. Ndërsa nëse është komunikimi pa nevojshëm dhe është komunikim që futet në llastime dhe në muhabete të pa, po them kushtimisht të pandershme, atëherë ndikon çdo mëkat ndikon në paksimin e shpërblimit të agjërimit, kushtimisht po them me dobëson atë. Thot përshëndetje, deshta me pyet hoxhën, a lejohet leximi i Kuranit pa abdes, sepse kam dëgjuar që mund të lexohet edhe pa abdes. Ta është e vërtetë. Leximi i Kuranit pa abdes nuk ka fare problem nëse është për qëllim përmendsh. Leximi i Kuranit pa abdes, për shembull, në di surën Fatiha, e di kul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbin nas, ayatul kursi dhe kështu me radhë, këtu i lexoj apo i recitoj përmendsh, s'ka problem që të lexohet dhe të recitohen pa abdes. Ndërsa prekja e mushafit, marrja e Kuranit që i themi në mushafit, dhe leximi duke prekur atë, kjo çështje është që nuk lejohet,
dhe rreth saj ka konsenzus të sahabëve. Nuk di që ka sahabi i cili ka kontestu në këtë çështje. Nuk ka sahabi që ka kontestu në këtë çështje o an la yamassa mushafa illa tahirun. Edhe të mos e prek mushafin vetëm se ai që është i pastër. Dhe kjo është mendimi i 4 mëdhëbeve që nuk lejohet prekja e mushafit pa abdes. Ndërsa leximi përmensh, recitimi përmensh nuk prish punë. Thot pyetja radhës për hoxhën, a ban me dhon zakatin për xhami, si për shembull për renovim të xhamisë apo edhe për ndrimin e tepihut? Zakati i ka atu 8 kategori që i ka parapo Allah Azza wa Jall Kur'an që lejohet të përfitojnë nga zakati. Nuk futet në ato çështja e renovimit apo ndërtimit të xhamisë dhe kështu me radhë. Për këtë shkak parimisht nuk bën që të japet zakati për ndrimin e tepihit apo diçka të ngjashme. Ndërkaq pyetja radhës thotë momentalisht jam duke përdorur për shkaqe shëndetësore antibiotik çdo 12 orë, edhe një javë përfundoj këto barna. A mundem që të mos agjeroj pastaj ti komenzoj këto ditë? Po çfarë antibiotiku çdo 12 orë ka mundësi pak me bu me lëvizni gjysore edhe besoj që mundet me tra syfër edhe iftar. Së të mos tash në qëtë kohën tonë. Edhe nuk besoj që as mjekt e kundërshtojnë çështjen e ndryshimit të gjysorës, se s'është nuk bëhet me shty gjysore më herët ose ma vonë. Për këtë shkak nuk kisha thonë që me prish agjerimin si shkak i saj. Thot selam aleikum. Burri agjeron, po ashtu e dhon. Mirë po fëmijët e kemi të vegjël. Desha të pyes sepse burri nuk i jep vitrat, ndërkaq unë japi vetë, edhe se jam e pa punë, njëkohësisht edhe pra ajo që kujdesem për burrin dhe për fëmijët. Si të vepron këtë rast? Pra burri nuk i jep, ja po ne. Allah shpërbleft. Shumë mirë, vepron nëse mundesh me jep vitrat për veti edhe për fëmijët e tu, jepi. Burri është ai që i zhdasht me kry këtë obligim, edhe ai e bën përgjegjësinë, ndërsa jo me dhënien e vitrave, qoftë edhe me ato sasinë minimale, apo jo shpëtoni nga mëkati inshallah. Pyetja radhës thotë selam aleikum për hoxhën, desha të pyes se a ekzistojnë qëllimet që duhet të themi 72.000 herë la ilaha illallah kështu me radh, du me bë për veti, a pranohet apo jo? Domethënë termi qëllime dhe pastaj mbi që term mund ndërlidh një lloj, një ibadet, një ceremoni e caktuar dhe kështu me radh, kjo nuk ka bazë në fe. Ndërsa për veti mi thonë jo 72.000, po nëse Allah Azza wa Jall ta mundson thojë 720.000 herë. Për shkak se sani më i mirë që njëri përgatit për natën e varrit të vet, qoftë edhe për ditën e gjykimit, qoftë edhe për ditën kur ka me u peshu e mira dhe e keqja, sani më i mirë që e rezervon për atë ditë është fjala la ilaha illallah. Sa më shumë që ta thosh, a 72.000, a 50.000, a 100.000, nuk është me rëndësi, po kryesurja sa më shumë që ta themi fjalën la ilaha illallah, aq më shumë kemi përfituar nga ajo fjalë. Edhe në jetën e kësaj bote, po gjithashtu natën e varrit, po gjithashtu ditën e gjykimit. Për këtë shkak nuk ka të keqe që njëri thot 72.000 më shumë më pak la ilaha illallah për veten e tij. Ju të bëhet qëllimi një rituali caktuar, një ibadet i caktuar, tham 72.000 herë për shpirtin e filanit, tham 72.000 herë për shpirtin e... Kjo është bidat dhe kjo nuk ka bazë. Ndërsa mi thonë njëri fjalën la ilaha illallah, mos e quaj hiç qëllime, apo veç fjalën la ilaha illallah. Ndash 72.000, ndash 50.000, sa të mundesh me thonë është nuk ka limit të caktuar. Dhe pyetjen e fundit për sot thotë përshëndetje hoxhë nderuar, më falni për pengesën, doja të pyesja se jam pra një motër muslimane, a mund të lexoj Kur'anin dhe është patjetër ta kem shamin kur e lexoj Kur'anin apo jo, dhe a duhet me marr abdes? Por abdes po të sqaru. Po, besoj që për abdes u sqaru, ndërsa shamia nuk është obligim gjatë leximit të Kur'anit të vendoset shamia. Nuk është obligim. Për këtë shkak mundesh me lexuar shtëpi për shembull pa shami, mundet më kon gruaja që rën shtëpi edhe me për shembull me is shkurt dhe kështu me radh, mund ta lexoj Kur'anin dhe as pak nuk ka mëkat në këtë çështje. Atëherë hoxh, kaç kishim kohën për këtë emision, mbetën disa pyetje rreth temës, por inshallah herë tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju Allah. Të nderuar shikues të RTV-s, kaq për këtë emision të sotshëm, ndërkaq ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet e RTV-s. Selam aleikum.